ja ku jemi përsëri bashkë për të përgatitur një recetë ëmbëlsire për festat e fundvitit. Sot do të vim me recetën e tullumbave. Përbërësit kemi gati, fillojmë pa humbur kohë ta përgatisim recetën. Si fillim do të përgatisim sherbetin për arsyeje sepse sherbeti duhet të jetë i ftohtë në momentin që ne do kemi përfunduar tullumbat. Fillojmë ta përgatisim sherbetin. Vendosim si fillim tenxhere, në të do të hedhim sheqerin, vendosim ujin, dhe tani do e lëm të zjejë. Sherbetin nga momenti i zjerjes do ta lëm 5 deri në 6 minuta. Dhe momenti që ne duhet të heqim sherbetin është kur mbushet plot me plucka sherbeti. Sherbeti ka përfunduar. Heqim nga zjarri. Fillojmë të përgatisim brumin e tullumbave. Vendosim ujin, kripën, sheqerin, vajin, një lugë gjelle, në momentin që uji fillon të zjejë, ne do të vendosim miellin. Temperaturën në momentin që do fillojmë ta gatuajmë, do ta ulim në një zjarr mesatar. Gazojeni shpejt që mielli mos të ngjitet dhe të punohet mirë. Punojni me një shpatull lugë druri se punohet më mirë. Brumin në zjarr e kemi përfunduar. Tani do ta punojmë pak me dorë, deri sa t'i dalin nxehtësia e madhe. Heqim nga zjarri. Brumi është shumë i nxehtë, dhe do punuar me pak kujdes. Nxehtësia e madhe, thuaj se ka ikur, po ju mund ta punoni edhe me makineri, po unë punova me dorë. Pjesën e makinerisë do ta bëj në momentin që do punoj vezët. Brumi nuk duhet të jetë i nxehtë në momentin që do të hedhim vezët, sepse vezët na priten dhe brumi do na mbaj era vezë. Ne nuk do të fitojmë ato tullumbët që ne duam. Është pak i vakët, po ashtu duhet të jetë. Tani do e vendosim në makineri për të punuar vezët. Hedhim vezën e parë. Brumi bashkë me vezën do rrihet deri sa brumi ta thithi plotësisht vezën. Hedhim vezën e dytë. Brumin e kemi gati. E heqim nga ena dhe vendosim në qesen ku dhe do i bëjmë format. I vendosim formën. Kemi përgati edhe brumin në qesën për kace dhe në formën për kace.
Filloj t'i skuqim. Do t'i vendosim në vaj të ftohtë dhe do t'i skuqim në një zjarr mesatar. E presim nëpërmjet një gëshëre. Tullumbat do t'i skuqim në vaj të ftohtë për arsye sepse nëse ne do t'i vendosim në vaj të nxehtë, atëherë ato do të piqen vetëm nga jashtë dhe brenda do të ngelen brumë. Prandaj skuqen gjithmonë në vaj të ftohtë dhe në një zjarr mesatar. Po ta shikoni me kujdes, tullumbat gjatë skuqjes e bëjnë vetë rrotullimin, po megjithatë ne do t'i kthejmë në momentin që ato janë skuqur nga poshtë. I trazojmë një pasere për të marrë të gjitha në mënyrë njësoj. Kur të mbarojmë së skuquri këtë tigan me tullumba, por do ta heqim tiganin nga zjarri dhe do ta lëmë që të naftohet, ose derisa të vaket vaj, dhe atëherë do të fillojmë të skuqim të tjerat, jo në vaj të nxehtë. Tani është momenti që ne t'i heqim nga vaji dhe t'i vendosim direkt në shërbet. I vendosim. E heqim tiganin nga zjarri dhe do i lëmë të ftohet. I zhysim me lugë në shërbet tullumbat dhe do t'i lëmë në shërbet 1 deri në 2 minuta. Tullumbat e kanë pirë shërbetin, tani është momenti që t'i heqim. I lëmë të kullojnë pak nga shërbeti. Tullumbat na kanë përfunduar, na kanë dalë shumë të mira. Tani na ngelet vetëm t'i provojmë si gjithmonë. Po përveç kësaj forme, unë kam bërë dhe një formë tjetër, dhe ju mund të bëni çfarë do lloj forme të dëshironi. Mund t'i bëni më të mëdha se këto, mund t'i bëni kaq sa i kam bërë unë, mund t'i bëni rreth, të dyja më kanë dalë shumë të mira. Ju bëf të mirë dhe gëzuar dhe një vit t'i mbar me plot shëndet dhe harmoni në familjet tuaja. Gëzuar!